shpjegimi i krijimit të universit është ajo teoria e famshme e Big Bangut. Është një nga teoritë, se ka dhe të tjera që përpiqen ta konkurojnë. Po marrim atë të mirë qenë këtë teorinë e Big Bangut që njeriu akoma s'është në gjendje ta vërtetojë. Eksakt. Sipas kësaj teorie, para 13.8 miliard vjetësh është krijuar universi nga një shpërthim. Materia ka qenë e përqendruar në kushte të caktuara në një volum të vogël, ka shpërthyer në bazë të reaksioneve të ndryshme që kanë ndodhur aty dhe është përhapur materia në gjitha drejtimet dhe ka krijuar këtë që ne sot e quajmë univers. Ne jemi në kufi të tillë që kemi llogaritur që universi sot ka një diametër, ose ta imagjinojmë në një sferë me diametër 93 miliard vjet dritë. Është jashtëzakonisht e madhe si shifër, është e pakuptueshme. Por të imagjinojmë se ky është një nga universit në natyrë. Mund të ketë dhe universitet të tjera. Do më thënë, ka shumë universitet analoge dhe gjithë kjo është një pafundësi e ekzistencës së materjes. Këtu brenda universit ton ndodhet materia dukshme që e shohim neve, yjet, toka, planetet e të tjera, pluri kozmike, që përbëjnë materien që e shohim ne, që e masim, e kontrollojmë, e llogarismë e tjera tjera. Po kjo materie përbën vetëm 4% të universit. Pjesa tjetër është e padukshme. Është energji e padukshme ose energji e errët, është materie e errët e padukshme. Dark matter. Ashtu që nuk e njohim ne sot, po do njihet më vonë. Nuk kemi mjete ne për ta diktuar, për ta llogaritur, për ta përpunuar, por kalimin e kohës do jetë dhe ky një fenomen që do të zgjidhet. Pra mbetet ende pikpyetje. Zoti Memusha, falenderoj shumë. Kënaqësi që ke qenë me ne në këtë sezon. Kemi folur për shumë çështje, ka patur shumë reagime në bisedat që kemi zhvilluar bashk. Ne do të vijojmë përsëri ato me zotin Memushaj në sezonin ton të ri, kështu që deri atëherë pushime të mbara. Faleminderit. Faleminderit kënaqësi. Edhe juve pushime të mbara e miru ta takofshim. Ndërkohë gjithë njerëzve i bëj thirrje që na japin komentet e tyre, të bëjnë subscribe për temën, por edhe për temat e tjera. Në ato që folëm me zotin Memusha ditën e sotme, një gjë është e sigurt, pra dhe shkojmë te ai morali i shamanit indian, nuk ka një fillim, nuk ka një fund, kështu që mbetet ajo që është kryesorja, të mos ta kërkojmë as fillimin as fundin, por të jetojmë atë që është aktuale, ta jetojmë atë sa më mirë. Dhe atëherë ju uroj gjithëve pushime të mbara dhe shihemi përsëri së shpejti.